Do të vazhdojmë ne me fushatën sensibilizuese për gratë që janë të prekura nga kanceri i gjirit. Është një aktivitet sot në Ferizaj, i cili ka të bëjë me një ecje apo vrapim, Loops of Hope, një simbolik për ndërgjegjësimin ndaj kancerit të gjirit. Pjesëmarrësit do të ecin ose do të vrapojnë përgjatë një shtegu rrethor, dhe për çdo lup ose çdo rreth që bëhet do të marrin një fjongë roz. Sa më shumë loops, aq më shumë fjongë do të përfitojnë. Do të flasim me njërin ndër organizatorët Ardian Sadiku në këtë mëngjes. Ardian, mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve, si jeni? Si është dita në Ferizaj, apo bie shi atje? Kemi pak me shi, po e mirë qëtë, si vikend. Këto jemi qu me shi, e tash po mduket është nal pak shiu, po është lagështi e madhe, është vranët, e urojt mos e pengoj aktivitetin tuaj sot në shi, ecët e vrapohet, apo jo? Po besojmë që nga ora 1 kur bëhet aktiviteti, vetëm që të sot shiu dhe fillët pak moti. Po është rëndësishme ta sfidojmë motin për kauzën që kemi para vetës. Pa tjetër është, ne kemi një shkruaj asgjës në ndalë, rinia është forca e këtij vendit edhe me shi ne do vrapojmë. Kjo aktivitet ka rrjedh për shumë takime me rinin, edhe ata me idejtë e tyre kanë sjellë një ide të tillë që të kujtojmë, të mbështesim të gjithë ata që kanë pas sfida me kancerin e gjirit, dhe pse jo edhe ne të hekmi pak, të sfidojmë vetëm pak në këtë shi ose më të ndryshëm, për t'i kujtu ata që sfidat e tyre s'krahasohen me shi ose me diçka tjetër. Po pra, sa i mirë Ardian, bravo. Kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet ky mesazh që doni ta jepni sot. Pa tjetër, ne çdo javë takohemi me vullnetar, kjo është iniciativë e tyre, ne vetëm i mbështesemi si klub Rinon, dhe idejtë e tyre janë qatë që motivuese edhe për neve, sa që ne ju qëndrojmë mbrapa gjithmonë, pa marrë parasysh çfarë do sfide i orientojmë dhe sillemi iniciativa të tilla. Kjo na ka inspiruar për shkak të muajit roz, që është ky tetori, dhe ne kemi marrë me idenë për të bëjmë vrap për ndërgjegjësim, dhe çdo rreth që bëjmë për çdo kujtim të, si të themi, të atyre që janë të prekura nga kjo smundje. Ardian, a keni informacion sa mund të jenë të graje, zonja të prekura nga kanceri në komunën tuaj? Është një rritje dikun rreth 400? Është një numër nuk e kemi identifiku numrin, po kemi shumë raste dhe rëndësishme që kemi shumë raste në rrethin tonë që i njohmi, dhe kjo na ka bë më shumë me arrit këtë iniciativë për hir të tyre, sepse kemi në rrethin tonë shumë dhe kemi edhe shumë të tjerë që nuk i dim, për shkak se kjo smundje e kancerit tashmë po bëhet edhe si morre ose si diçka që po dojmë mojnë brenda vetit, po na po dojmë i thonë me iniciativa të tilla që asgjë s'kryhet vetëm, asgjë nuk kalohet vetëm. Ne do të ketë mbështetje gjithmonë prej anës tonë të rinisë, për gjithë në mënyra të ndryshme. E kështu që nuk kemi numër të saktë, por prapë e dim që shumë ka që janë me kancer të gjirit, që kanë kaluar kancerin e gjirit, dhe shumë të tjera që kontrollohen gjatë gjithë vitit me mamografi, dhe e dim që ka shumë. E Ardian, çfarë force jeni ju të rinjt për ato nana, për ato gra, për ato motra që mund të jenë prekur e dëgjojnë sot këtë mesazh për ju, kur ju të rinjt e kuptoni dhimbjen e tyre dhe sfidën, luftën që ato kalojnë, do të jetë një trajtim, një medikament kjo nisme juja edhe për to. Patjetër, ne mendojmë që çdo kujtim i bën më mirë. Edhe pse ne nuk mund të mishëru ose diçka tjetër, po prapë kujtimi që ato janë me ne, do më thonë për neve shumë dhe besoj edhe për to. Po besoj që sot keni me pas shumë të rritë që të ndani sa më shumë fjongë roz në këta ratë që i bëni. Ne po shpresojmë të kemi shumë të ri, ne kemi përgatitur të i bëjmë 140 km sot, dhe kemi 100 fjongë për me i shpërnda, dhe se cili do arrim që të i bëjmë këtu 140 km, dhe tjetë sfidë për neve, po unë si thash më dhe më herët, sfidat tona nuk krahasohen me sfidat
të mbjetuarave ose të prekura me kancergjirit, kështu që ne do të bëjmë pamundërën me arrit 140 km sot vrap, edhe ti kujtojmë të gjithëve që ne jemi me to, edhe do jemi gjithmonë. Sa i mirë. Faleminderit shumë Ardian Sadiku, shumë kënaqësi, edhe ju inkurajoj shumë për këtë nismë që keni marrë, të keni edhe nisma të tjera në mbështetje të këtyre grave. Sa mirë që jeni kujtuar për këtë organizim, ju përgëzoj jashtëzakonisht shumë. Faleminderit edhe juve që na dhat mundësi me fort. Patjetër. Edhe besoj që kam edhe një aktivitet e mirë, ju pres me juve në aktivitete tjera në të ardhmen. Faleminderit, nuk dyshoj që keni mja dal ashtu si që keni mendu, sepse qëllimi është shumë i mbarë, shumë i mençur në përkraje të gjitha nënave, grave, nuseve, vajzave dhe vajzave të reja që po preken nga kjo smundje shumë e rëndë. Shumë faleminderit Ardian, e kënaqësi të ishim bashkë në këtë mëngjes. Faleminderit edhe juve. Dëgjuese dashur, ishim me Ardian Sadiku, njëri prej organizatorëve të nismës sot për të ecur e për të vrapuar në një aksion simbolik për ndërgjegjësimin ndaj kancerit të gjirit. Ky aktivitet mbahet në Ferizaj, në parkun atje tek Parku i Lirisë. Është një rreth që do të bëhet, në çdo rreth që bëhet fitohet një fjong për të sensibilizuar sa më shumë opinionin për të mbështetur gratë që preken nga kanceri i gjirit. Ka dhe aktivitete të shumta në kuadër të muajit roz. Java do të filloj me shumë aktivitete për të shënuar kështu edhe një herë gjithë atë nevojë dhe kujdes që duhet të kihet për gratë që preken, për investime pak më të mëdha që duhet të bëhen, sidomos në klinikën e onkologjisë, e cila është e frekuentuar shumë e me raste të shpeshta edhe kohëve të fundit fatkeqësisht në vendin tonë.